në procesin e paqes. Ka mundësi që muslimanët, islamistët edhe fundamentalistët pjesëtarë që votë kanë që këtë qëndrim të përbashkët, të refuzojnë procesin e paqes. Domthonjë se kjo pikë e përbashkët mes neve dhe atyve, sikur të thash, bazohet në çat premtimin që te ne është i vërtet e te ata është i rrënjshëm. Në premtimin e Allahut, secili domon sipas besimit vet. Ne i besojmë premtimit të vërtetë të Allahut, kurse ata i besojnë premtimit të rrënjshëm dhe të shpifur mbi Allahun. Dy premtime që kur nuk ka mundësi të përputhen njëra me tjetrën. Dallimi është se ne në premtimet tona mbështetemi në fjalët e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fakte të reale. Në këtë kontekst do t'i përmendim disa përgëzime të këtij premtimi të vërtetë. Tash ai elementi pak fetare, edhe pse ndoshta nuk do ta rumbullaksojmë këtë atë aspektin fetar, mirë po disa pika kryesore. Në secilin recat e lexojmë ajetin ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi waladdallin. O Zot, na udhëzon në rrugën atyve që u ke dhënë dhunti. E mos na bën për atyve që je hidhnu mbi ta edhe atyve që kanë deviju. Njerëzit në të cilët Allah është i dhënuar që janë çivutot me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si ka mundësi Allahu të jetë premtime një popull në të cilin është hidhur? Përna në çdo bekat lexojmë se populli i çivot nuk meriton premtimet e Zotit. Edhe kjo kërkon për neve që mos u besojmë aty me fjalët që ata i thënë. Ti premtim që është dhënë Ibrahimit dhe pasardhësve të Ibrahimit, asnjëse nuk i nënkupton që votat të cilët e kanë merituar mallkimin e Allahut në dynjë edhe në ahiret. Pastaj, ne përmendëm te citatet e Tevratit nëse ju kujtohen dersën e parë, se thot Zoti i tyre, këtë premtim e meritojnë ata që do të shumohen sikur se pluni i dheut. E kur ndalim dhe të mendojmë muslimanat, faktisht bit e Ismailit, arabët janë më shumë përhapur në botë se sa jehudit. Kanë deportuar edhe me forcë, domethënë kanë deportuar edhe me shumicë. Plus Islami si fe ka deportuar, domethënë nuk ka popull në cilin nuk ka Islam. Edhe me numër janë muslimanë më shumë, edhe kanë deportuar zhvend, atëra që ajo premtim që është dhënë popullit që do të përhapet sikurse pluni, nuk vleka për çivodat, por vleka për muslimanët. Kjo tokë i është dhënë këtij umeti, siç tregon domethënë edhe siç treguam edhe vetë citatet e Tevratit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Allahu xhaleshanu zgjodhi nga bit e Ibrahimit Ismailin alaihi salam. Ajo vargu i Islamit domethënë si e parashë në zgjedhjen, jo sikurse thënë që vetëm për vetveten. E nga bit e Ismailit zgjodhi Kenanën. E nga Kenanës zgjodhi Kurejshitët. E nga Kurejshitët zgjodhi Hashimit. E prej Hashimitëve më zgjodhi mua thot pejgamberi sallallahu alaihi. Kjo është zinxhiri i fisëve dhe popujve të zgjedhur te Allahu subhanahu wa taala. Këtë hadith e bën rivat Ahmedi dhe Tirmidhi, hadithi është sahih. Në këtë kontekst hyn edhe të gjitha ajetet dhe hadithet që flasin se Islami do të fundon në botën. Edhe ata janë premtimet e Allahut që do të realizohen. Edhe këto mirë po natë se janë argumentet e shumta, nuk ka mundësi tani të përmendim ata që janë të përgjithshme, do të përmendim vetëm ata që janë të veçanta. Anën tjetër, Allahu ka premtuar çivotëve shumë sene. Allahu jon u ka premtuar çivotëve shumë sene. Mirë po në asnjërin prej asaj që ka premtuar nuk është se ata kanë mësuar botën. Përkundazi, u ka premtuar atyre që kanë me konë në çmum edhe të shkelën, edhe të përbuzën. Thot Allahu në Kur'an: "Wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su' al-'adhab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Allahu xhaleshanu i thot Muhamedit kujto kur ka dhënë lajmin Zoti jot se do të dërgon përmi ta, përmi çivotot, njerëz që kanë me i denu dënimin më të fshirë deri në kiamet. Do ata përherë kanë me qenë të shkelun, të nënçmuar, të sunduar edhe të dënuar pe popujve tjerë. Këtë rast pe atyve që besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
deri në ditë Kiametit. Inna rabbaka lasirul iqab, Zoti jet është ai që dënon shpejt, edhe pse është ai që fal dhe është i mëshirshëm. Al-A'raf 167. Pra ky është premtimi i Allahut që ka dhënë çifut, dhe premtimi i cili kur nuk lëviz, nuk ndron, premtimi i cili gjithsesi ka mendohet edhe do të realizohet. Normalisht. E kjo nuk është pajtim me procesin paqësor. Se muslimani duhet me qenë ai i cili ka me i dënu ata, se kjo është dëshira e Zotit. E jo ti negociata dhe të pajtohet me ta. Allahu Gjereshanu ka premtuar që të dërgon njerëz që kanë me i dënu ata deri në ditë Kiametit. Edhe kjo vazhdon. Disa herë janë muslimanët ata që i dënojnë çifotët, disa herë janë jo muslimanët. Domethënë, gjihadin që ka bërë muslimanët kundër çifotëve është një pjesë e dënimit. Hitleri që ka bërë me çifotët është një pjesë e dënimit. Janë dënu kryesore, s'është më rëndësi çfarë prapavije. Edhe muslimanët sot që bëjnë gjihad, apet është një pjesë e dënimit që duhet domethënë me meritu ai popull. Allahu Gjereshanu ki proces nuk do të përfundon. Derisa nuk shkatërrohen çifotët, siç thot Allahu, dhuribat alejhimu dhillatu aynama thuqifu. Është shkruar për ta në çmimi kudo që janë ata, illa bihabli min Allah, përveç se një litari që kanë nga Zoti, u habli min an-nas, edhe një litar që kanë prej njerëzve, wa ba'u bi ghadabin min Allah, ata kanë meritu hidhrimin e Allahut, wa dhuribat alejhimul maskana, atyve i është taktu një përbuzje dhe në nëshmim. Dhalike bi annahum kanu yakfurun, sepse ata ishin njerëz që mohonin ajetet e Allahut, wa yaktulun al-anbiya, edhe i vritnin pejgamberët bi ghairi al-haq, pa të drejt. Dhalike bima asaw wa kanu ya'tadun, domethën mallkimin, përbuzjen, në nëshmimin e kanë marrë si rezultat i gabimeve që kanë bërë edhe kalimit e kufimeve që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ali Imran ajeti 112. Pra mposhtja, dobësia, përbuzja është një gjendje konstante e benu Israelëve. Ka përjashtime. Ata përjashtimet vinë herë pi Zotit, herë pi njerëzve. Edhe këto përjashtimet i kemi përmendur ndërsa të tjera që kemi fol për domethënë historikën e botës përgjithësi ose këndvështrimi islamik ndaj kësaj gjendje bashkëkohore që jetojnë bota, edhe kemi treguar se elementi njerëzor në këtë rast është gafleti i muslimanëve. Gafleti i muslimanëve ndaj obligimeve që kanë ndaj Allahut, se me pas muslimanët imamin e tyre, khalifen e tyre, me pas shtetin e tyre, ata s'mund me bëu këtë lajka dhe këta kurtha. Edhe njëjta gafleti ndaj kurtheve të tyre. Edhe ecë një pjesë të muslimanëve sipas planeve të tyre. Mirë po, kjo është citat përjashtimi. Citata konstante është në çmimi edhe përbuzja dhe mposhtja. Edhe çdo herë që ndoshta ata shfrytëzojnë këtë përjashtim, këto momente kur njerëzit muslimanët janë dobësuar, ose Allah i shfrytëzojnë dobëdhuntit Zotit, edhe ngriten, Allahu dërgon njerëz që afat i unj. Kjo është ligji i Allahut, nuk ndryshon kurrë. Thot Allahu në Kur'an: "In ahsantum li anfusikum", nëse bëni mirë për vete, wa in asatum fa alayha, nëse bëni keq për vetveten gjithashtu. Fa idha jaa wa'dul akhirah, mirë po, kur vjen premtimi i fundit, li yasu'u wujuhakum, çka do të shëmtohen fytyrat e juve. Wa li yadkhulu al-masjid kama dakhalu awwal marratin, do të hyjnë xhami, Mesjid al-Aqsa, siç e kanë hyrë në parë. Wala yutabbiru ma alau tatbira, edhe do të shkatrojnë rëndësisht atë që kanë me gjetë. Asa rabbukum an yarhamakum, ndoshta Zoti ju mëshiron, e shfrytëzoni çat mëshirë Zotit edhe ngritën e shkatroni. Wa in udtum udna, nëse ju filloni me arrit domun këtë kulm, thot na kthehemi Zoti edhe ju mposhtim juve, wa ja'alna jahannama al-kafin hasira, kurse e bëjmë xhehenemin do më vonë shtroj të qafirave. Do të vjen momenti kur ngriteni, edhe të hini në xhamin, edhe ta shkatroni. Edhe kjo është alamet i ngritjes juve. Kur të ngriteni, atëherë na
kthehemi prap edhe bim ushtrinë tonë. Inshallah u taala, nëse Allahu xhalesha na jep ymër, do të mundohemi